Se s'më ke lënë asë më Që s'është rast Berisha. Bido, tani, Antonio Costa, sot është president i Këshillit të Evropës. Në të kaluarën ka qenë kryeministër i Portugalisë. Dolën disa përgjime dhe u dha dorëheqjen si kryeministër dhe doli pafajshëm. Pra ishe një keq kuptim, por ai vendosi standardin, dha dorëheqjen si kryeministër. Në rastin konkret, SPAK-u nuk do kisha arritur apo GKK-ja të pezullonte zëvendës kryeministren, në rast se në kërkesën e parë që bëri SPAK-u, pra ajo ka dhënë dorëheqjen, siç u shpreh kryeministri 3 herë, por kryeministri nuk e siç u shpreh kryeministri themun. Ndërkohë s'është pranuar nga kryeministri. A duhet ka dorëheqje të parevokueshme. Pra, ti vetë the. Prisja du të kjo. Pra po them, a duhet që në rastin konkret, se nuk bëhet fjalë për emrin Belinda Balluku, për numrin 2 të qeverisë dhe flasim për dikasterin, pra nuk flasim për emrin. Unë jam dakord që prezumimi pa fajësisë duhet prevalojë dhe jo të shkosh në burg. Dhe mbështes këtë që thonë ju. Por është kjo tjetra. Ti vetë the që ky standard në radhë parë duhet të saksojmë që është standard politik, që do të thotë që është në vullnetin dhe në marrjen parasysh të kostos politike, nëse ti e vendos së standard apo jo. Duhet jemi shumë qartë, nuk ka të bëjë as me element penal, as me element juridik. Është politik, pra, nëse një shumicë parlamentare vendos që nuk do ta zbatojë këtë standard politik, i përgjigjet vetëm qytetarëve përkundrejt votës dhe as kujt tjetër. Por, në rastin konkret, është zbatuar ky standard politik. Pra, të ta arsyetoj, nëse lejon. Zonja Balluku rezulton që e ka dhënë dorëheqjen. Dhe është kryeministri ai i cili nuk e ka pranuar dorëheqjen. 3 herë. Është kryeministri ai i cili nuk e ka pranuar dorëheqjen. Bido ti po ta japësh një herë dorëheqje të parevokueshme, ta pranon apo s'ta pranon ty? Më lejo ta bëj pak arsyetimin, sepse po ti për populizëm nuk po them që ti populist, po ti për populizëm është shumë e kollajshme. Ta pranon apo s'ta pranon ty ky ministri? Më pëlqen të bëj arsyetim logjik dhe jo populizëm, dhe arsyetimi logjik do pak më shumë. Unë nuk jam në konkurrencë me ty o Bido. Populizëm. S'tash po bën populizëm, tash unë dua të bëj. Prandaj më lejo pak se dua të bëj një arsyetim politik. Po mi pa një pyetje kisha. Në qoftë se ti ke dëshirë të japësh dorëheqjen të parevokueshme, ta ndalon kush? Absolutisht jo, por nëse mua më arsye. Atëherë çfarë më bitim për Më ta them. Nëse mua më arsyeton. Po leta të turpo pur. Ka dhënë 3 herë dorëheqje. Ka dhënë 3 herë por një herë ai. Ka për çesh me veten apo ka ardhur për të dëgjuar përgjigjen e asaj pyetje që ngrit. Dëgjoje pra. Sepse nëse unë jap dorëheqjen dhe më arsyetohet nga e prori që ka një interes më të lartë për të mos e dhënë, patjetër nuk e jap të revokueshme. Patjetër që jo. Dhe në rastin konkret të bëra pyetje të parevokueshme. Po them që nuk ka arsye për të dhënë dorëheqje të parevokueshme, nëse interesi është më i lartë. Mirë, dhe në rastin konkret. Te nuk pranoj, më fal një sekond. Atëherë kush pas ka qenë kjo punë e dorëheqjes? Përse e shkarkoi Edi Rama dhe nuk pranoi njëri nga ato 3 dorëheqje? Kam 10 minuta kohë që po përpiqem të sqaroj. Pra përmbledhje po kam 10 minuta që ti po ndërhyj dhe po dëgjoj do pikërisht të element. Vetëm përmbledhje. Sepse po të shpjegoja. O karaj, po dëgjoj pra sepse po ngre një pyetje që kam 10 minuta që s'po më lejon ti të përgjigjem. Po pra le ta shpjegoj. Pra, në rastin konkret, standardi politik që mund të mos ekzistonte, sepse është politik si standard, ekziston, dhe nga ana tjetër, është kryeministri i cili nuk ka pranuar dorëheqjen, pikërisht sepse në rastin konkret kemi pasur një pretendim i cili për mua qëndron dhe individualisht përveç se politikisht, përveç se pra jam pjesë e një grupimi dhe duhet mbaj qëndrimin e atij grupimi, qëndron personalisht ai interpretim që nuk mundet të pezullohet një ministër, një organ kushtetues e kështu me radhë. Dhe i është lënë koha gjykatës kushtetuese që të shprehet, që nuk u shpreh dot, me një shumicë për ta qartësuar, shpresoj të qartësohet në të ardhmen. Jo, po lan fuqi rastin konkret më, po nuk arriti dot të shprehet mbi standardin. Pra nëse duhet bërë apo jo. Dhe në momentin që u la në fuqi rasti konkret pa u shprehur gjykata kushtetuese, pra pa arritur një interpretim juridik i cili do të na qëndrojë dhe në të ardhmen, atëherë, patjetër, u pranua dorëheqja, u zëvendësua zonja Balluku, u zëvendësua si zëvendës kryeministre dhe si ministre. Pasi u detyrua, pa pas do të isha arritur deri këtu pra. Nuk e dim ne, nëse gjykata kushtetuese do të kishte vendosur që s'lejohet pezullimi, mund të ekzistonte prapë njëjta pasojë. Pra që të ishte pranuar dorëheqja zonjës Balluku, sepse po them edhe një herë, vendimi i gjykatës kushtetuese, e cila ne na saktëson për shumë vite, se çfarë janë
cili është balanci i pushteteve shumë e rëndësishme se emrat individual. Sikurse të drejtat e njeriut dhe mospranimi i arrestit me burg më nga kjo shoqëri si mas e parë, është shumë e rëndësishme ndaj rastit personal. Dhe këtu kam dhe kritik ndaj jush, që në tetor që shumë kolege kemi ngritur si çështje, s'ju ka interesuar fare, se nuk ju intereson mediave dhe debatit publik çështje që ka të bëjë me shoqërinë tonë dhe me pasojat që kemi ne mbi shoqërinë tonë, dhe në rastin që një rast individual e ktheni pastaj se është mirë, Karaj, të falenderoj shumë sepse do ta mbyll, se nuk mbarojmë kurrë. Faleminderit, Bido.